Pas zhdukjes së djalit të tyre, një qenuštrues gjerman filloi të trokiste çdo ditë në dritare, dhe vendi ku ai çonte i la ata të zbeh nga frika. 3 ditë pasi djali i tyre, Pedro, ishte zhdukur në pyll, Ana dhe Carlos filluan të vërenin një qenë të madh pastor gjerman që qëndronte në mënyrë të qëllimshme pranë dritares së dhomës së ndenjes, sikur po përpiqej të komunikonte. Ai nuk ishte agresiv, përkundrazi, qëndronte i qetë, me veshët drejtë e me sytë e ngulitur tek ata, me një inteligjencë të çuditshme që u ngrinte gjakun në damar. Qeni priti derisa të kishte vëmendjen e plot të tyre, pastaj u kthye ngadalë dhe nisi të ecte drejt pyllit, duke u ndalur çdo disa hapa për t'u kthyer mbrapa dhe për t'i parë, sikur po i ftonte ta ndiqnin. Të dëshpëruar për përgjigje, ata vendosën ta bënin pikërisht këtë. Pastor Gjermani i çoi thellë në pyje, në një pjesë të egër që nuk e kishin vizituar kurrë më parë. Ata mendonin se po ndiqnin një shpresë të brisht për të gjetur djalin e tyre. Por ajo që zbuluan nuk ishte thjesht një gjurmë, ishte një sekret i mbuluar prej më shumë se 50 vitesh. Para se të vazhdojmë historinë, mos harroni të pëlqeni, ndani videon dhe të abonoheni në kanal. Dhe jam shumë kurioze, nga cili shtet po na ndiqni? Lëreni emrin e vendit tuaj në komente, më pëlqen jashtëzakonisht shumë të shoh se deri ku arrin historitë tona. Tani, të kthehemi te rrëfimi. Drita e mëngjesit kalonte përmes pishave të pyllit Castata Vermela, duke krijuar hije të gjata mbi tavolinën e kuzhinës së familjes Oliveira. Ana trazonte kafen me dorë të dridhur, ndërsa sytë i qëndronin bosh, të lodhur nga lotët. Carlos mbante filxhanin fort, sikur po përpiqej të qëndronte i qëndrueshëm në mes të një stuhje emocionale. Do t'i reduktojmë kërkimet nesër, tha ai me zë të lodhur, duke ndjerë se e gjithë energjia e trupit e kishte braktisur tashmë. Ai kishte kaluar orë të tëra duke thirrur emrin e Pedros në përpyll. Asnjë përgjigje. Asnjë gjurmë e re. Vetëm heshtja e rëndë e natyrës. Ana pëshpëriti, pa e ngritur kokën, ai është atje. Unë e ndjej. Pedro është gjallë, Carlos, unë e di. Zëri i saj ishte i butë, por në atë butësi kishte një forcë të çuditshme që i jepte Carlosit një grimcë shprese. Pedro luante në oborin që kufizoi me pyllin Cascata. 10 minuta brenda pyllit kishin mjaftuar që ai të zhdukej pa lënë gjurmë, duke lënë pas vetëm hapat e vegjël në balë dhe një top basketbolli pranë portës së hapur të kopshtit. Ekipet e shpëtimit kishin kontrolluar çdo shteg të mundshëm. Qentë e gjurmimit e humbën aromën e tij pranë një përroj të quajtur Riacho dos Moinos. Lajmet shfaqnin vazhdimisht fotografinë e tij, por pylli dukej sikur ruante me fanatizëm sekretet e tij. Një leje e mbret pranë dritares i bëri të dy të kërcejnë nga vendi. Në verandë qëndronte pastori gjerman, vetëm 1 metër larg, me vështrimin e ngulitur drejt tyre. Sytë e tij ngjanin gati njerëzor, plot kuptim, plot qëllim. Ana u ngrit me kujdes, duke u përpjekur të mos e tremte. Carlos eja ngadalë. Shikoje. Zëri i saj dridhej, jo nga frika, por nga një parandjenje e fortë. Carlos ju afrua dritares. Qeni nuk lëvizi. Vetëm i shikonte, sikur po sheh përmes tyre, sikur po përpiqej t'u thoshte diçka që njeriu nuk mund ta dëgjonte dot. Ana hapi derën e verandës me kujdes. Qeni bëri një hap mbrapa, pastaj u kthye dhe nisi të ecte drejt pyllit. Ai ecën pak, ndalet, kthehet mbrapa, i pret. Ana e kuptoi menjëherë, ai po i ftonte ta ndiqnin. Duhet ta ndjekim, tha ajo. Carlos hezitoi. Ana, nuk e dim kush e zotëron këtë qen. Nuk e dim ku po na çon. Ne kemi 3 ditë që ecim kuturu duke kërkuar çdo shteg të mundshëm. Dhe ai vjen këtu çdo ditë. Po na kërkon. Pse? Çfarë di ai që ne nuk e dim? Qeni le përsëri, një tingull i shkurtër, i qartë, gati si urdhër. Pastaj futet ngadalë në pyll. Ana mori një frym të thellë dhe nisi të ecte pas tij. Carlos nuk pati zgjidhje. E ndoqi. Pylli i Castata Vermela ishte i trash, i ftohtë, me rrënje të mëdha që ngriheshin nga toka dhe me erëra që sillnin një aromë dhe të lagësht. 3 ditët e fundit ata e kishin endur pothuajse të gjithë zonën, por qeni i çonte në një drejtim të ndryshëm, që nuk ishte përfshirë në hartat e kërkimit. Sa më shumë thelloheshin, aq më shumë Ana ndjej e tronditur. Qeni ecën përpara me një vendosmëri që nuk linte vend për dyshim, ai kishte një destinacion të saktë. Pas rreth 30 minutash ecjeje, qeni ndaloi para një zone që dukej krejt ndryshe nga pjesa tjetër e pyllit.
Shkure të dendura, trungje të rëna dhe një aromë e çuditshme myku e bënin ambientin të dukej më i vjetër se koha. Carlos vuri re diçka, Ana shiko këtë. Ai tregoi një shtyllë të vjetër druri, gjysmë të kalbur, të mbuluar me myshk. Mbi të dukej një shenjë e vjetër metali, e gërryer nga koha. Qeni nisi të gërmonte pranë një shkure të madhe. Ana ju afrua, e frikësuar për atë që mund të gjente. Brenda pak sekondash, qeni nxori një copë rrobe të grisur, të stërvjetër por jo aq të vjetër sa shenjat e tjera përreth. Ana mori rrobën me duar që dridheshin. E njihte, ishte bluza që Pedro kishte veshur një ditë para se të zhdukej. Por ajo që i la ata të ngrihen në vend nuk ishte bluza. Ishte objekti i dytë që qeni gërmoi, një kuti metalike e ndryshkur e mbyllur me një bradhë të thyrë. Brenda një fotografi bardhë e zi e marrë 50 vjet më parë. Dhe në foto, një fëmijë me fytyrën identike të Pedros, Ana përshpëriti me zë të dridhur. Qeni leh përsëri. 3 herë. 3 leje të qarta, të qëllimshme, gati të ngutshme, si një thirrje urgjente. Pastaj nisi të trotonte drejt skajit të oborrit, ndaloi, u kthye dhe i pa edhe një herë, para se të zhdukej mes pemëve të larta të pyllit. Asgjë në sjelljen e tij nuk ishte normale, por të dy e ndjenin qartë se brenda tij kishte një qëllim të fortë, një mesazh që përpiqej ta përcillte pa fjalë. Të nesërmen në mëngjes, qeni u kthye përsëri. Ana u çua menjëherë, mori celularin dhe nisi të regjistronte. Pastori gjerman qëndroi para dritares, leh pak herë dhe pastaj filloi të ecte drejt pyllit, duke u ndalur sërish e sërish për të parë mbrapa, sikur të përpiqej t'u siguronte që ata po e shikonin dhe po e ndiqnin. Mendoj se duhet ta ndjekim, tha Ana, me një siguri të brendshme që buronte nga dëshpërimi dhe shpresa. Carlos hezitoi. Ishte ende i lodhur nga zhgënjimet e ditëve të fundit, nga ecjet pa rezultat, nga pritja pa përgjigje. Por djali i tyre, Pedro, ishte zhdukur. Dhe kur shpresa vjen në formën e një qeni të panjohur, ndonjëherë njeriu nuk mund ta injorojë. Dolën në verandë. Qeni filloi të ecte ngadalë, duke u siguruar që ata ishin pas tij. Ai ndalej shpesh, kthente kokën, i vështronte disa sekonda dhe pastaj vazhdonte përsëri, sikur donte të ruante ritmin e tyre. U futën në pyll. Terreni u bë menjëherë më i ashpër, me degë të thara që kërcisnin nën këmbët e tyre dhe rrënjë të gjera që dilnin jashtë tokës si kthetra. Pastor gjermani i çonte përmes shtegëve të ngushta, duke kaluar për roje të vegjël ku uji rrifte i ftohtë e i pastër, dhe duke u ngjitur në kodra të pjerëta të mbuluara me ferna të larta që u fshikonin pantallonat. Carlos, për të mos humbur drejtimin, shënonte pemët me shirita ngjyrë portokalli. Çdo 10 metra ndalej, lidhete një copë shirit dhe ecjen e vazhdonte. Ishte mënyra e vetme për të qenë i sigurt se mund të ktheheshin mbrapsht. Pas afro një ore ecjeje të vazhdueshme, qeni ndaloi përfundimisht. Para tyre, e fshehur mes shkureve të trasha, qëndronte një kasole e vogël e rënuar, që dukej sikur nuk ishte prekur nga dora e njeriut prej dekadash. Qeni ul në hyrje, me trup të drejtë e me syt tek ata, duke pritur që të hynin. Ana hyri e para. Brenda mbretëronte heshtja. Mobiljet e vjetra ishin të mbuluara nga pluhuri, sikur koha kishte ndaluar aty shumë kohë më parë. Një oxhak i mbushur me gjethe të thata tregonte se askush nuk kishte ndezur zjarr aty prej vitesh. Por ajo që i ngriti zemrën e Anës ishte një beret e vogël e kuqe në 2 sheme, bereta e preferuar e Pedros. Ajo ul në gjunjë, e mori me kujdes dhe e shtypi pranë fytyrës. Aroma e djalit të saj, edhe pse e lehtë, i mbushi syt me lodh. Pedro këtë e mbante dje, përshpëriti ajo. Ndërkohë, Carlos kërkonte gjurmë të tjera. Në një nga raftet e pluhurosura gjeti një fotografi bardhë e zi, të vjetër, të dëmtuar nga koha. Në të shihej një burr i veshur në stilin e viteve 1940, duke pozuar pikërisht para të njëjtës kasole. Tiparet e tij, hund e drejtë, mollëza të larta, syt të ngjashëm, i kujtonin shumë Anën. Ana shikoje këtë. Ajo mori fotografin. Syt ju zgjeruan. Ky duket si Teodoro Harrison, tha ajo me zë të ulët. Gjyshi i nënës sime. Por ai u zhduk kur ishte i ri. Askush nuk dinte çfarë ndodhi me të. Pyetjet u shtuan, por përgjigjet mungonin. Kërkuan në çdo cep të kasolles, por nuk gjetën asgjë tjetër. Dhe kur u kthyen nga hyrja qeni kishte zhdukur. Asnjë gjurmë. Asnjë lehje. Asgjë. U kthyen duke ndjekur shiritat portokalli deri në makinë dhe drejtuan menjëherë te delegati Silva.
Fillimisht ai nguroi, kishte dëgjuar shumë histori të dëshpëruara nga prindër të humbur, por asnjë që përfshinte një qen të panjohur si udhëzues. Megjithatë, duke parë bojnën e Pedros në duart e Anës, ai nuk pati zgjidhje tjetër veç se të vepronte. Disa policë u nisën menjëherë për të kontrolluar kasollën. Ato që gjetën atje i tronditën të gjithë. Bojna e Pedros ishte e vërtetë. Përveç saj, gjetën gjurmë njerëzish të freskëta, një paketim çokoladë energjike që duke i hedhur vetëm disa ditë më parë, dhe shenja se dikush kishte fjetur aty kohët e fundit. Kasollja, e harruar prej gjysmë shekulli, ishte vizituar përsëri. Dhe jo vetëm kaq. Policët përmendën se shtegu përreth dukej sikur ishte pastruar me qëllim. Dikush fshinte gjurmën. Dikush që nuk donte të gjendej. Delegati Silva kontaktoi menjëherë Maria Hart, një historiane e specializuar në familjet e vjetra të rajonit. Ajo u interesua menjëherë sapo dëgjoi emrin Harrison. Maria Hart, historiania më e respektuar e qytetit, konfirmoi se kasollja e gjetur në pylli përkiste Teodoro Harrison, stërgjyshit të Anës, një burr që ishte zhdukur në vitin 1952 pa lënë gjurmë. Banorët e vjetër të zonës kishin treguar prej dekadash histori të çuditshme rreth tij, se ai kishte një lidhje të veçantë me kafshët, veçanërisht me qentë, dhe se, sipas legjendave lokale, ai mund të komunikonte me ta në një mënyrë që asnjë njeri tjetër nuk mundej. Për disa ishte një mit, për të tjerë një dhunti e vërtet që kishte kaluar brez pas brezi. Atë natë, ndërsa Ana dhe Carlos përpiqeshin ende të përballonin emocionet e ditës, pastori gjerman u kthye përsëri. Por këtë herë, sjellja e tij nuk ishte thjesht e vendosur, ishte urgjente. Ai ecte nervoz nga njëra anë në tjetrën, duke lëshuar tinguj të ulët, një përzierje mes lejeve të përmbajtura dhe gërhitjeve të shqetësuara. Trupi i tij i tendosur tregonte qartë se diçka kërkonte vëmendje të menjëhershme. Ana e kuptoi menjëherë, pa pasur nevojë për fjalë, duhej ta ndiqnin. Carlos, edhe pse i lodhur dhe i frikësuar, e pa në sy dhe pa një vendosmëri të re që nuk e kishte parë te ajo që prej zhdukjes së Pedros. Ai mori elektrikët, ia dha një Anës dhe mori tjetrin për vete. Nuk e lëm vetëm, tha ai. U nisën pas qenit, rrezet e dritave të tyre duke qarë errësirën e dendur si të një tunel i ngushtë drite. Pylli natën dukej tjetër, më i gjallë, më i gjerë, por edhe më i rrezikshëm. Degët kërcisnin nën këmbët e tyre, era fërshëllente mes pishave të larta dhe drita e hënës fshihej e shfaqej pas rreve. Pastor Gjermani ecte shpejt, por kur aq sa t'i humbiste nga sy. Ai kthehej shpesh, duke u siguruar që ata ishin ende pas tij. U futën në një shteg të pashënuar, një vend që nuk figuronte në asnjë hartë të kërkimeve zyrtare. Terreni u bë gjithnjë më i egër, me gur të mëdhenj dhe rënje që dilnin jashtë tokës si duar të zgjatura të pyllit. Pas disa minutash ecjeje të vështirë, ata arritën në një klarim të rumbullakët të rrethuar nga kedra të lashtë, aq të lartë sa dukej sikur preknin qiellin. Ana ndaloi për një moment. Ajri aty brenda ishte i ndryshe, pothuajse më i ngrohtë dhe plot një aromë të thellë toke e rrëshire. Në qendër të kësaj hapësire qëndronte një kamp i fshehur, i ndriçuar nga një zjarr i gjallë. Shkëndijat ngrieshin lart dhe humbisnin mes hijes së pemëve. Shtëpiza të vogla, të ndërtuara me degë dhe baltë, rreth qark zjarrit tregonin se ky vend nuk ishte i braktisur. Ishte i gjallë. I banuar. Nga errësira përpara tyre doli një burr. Ai bëri një hap drejt tyre dhe drita e zjarrit i zbuloi fytyrën. Ngjashmëria ishte tronditëse. Tiparet e tij i ngjanin fotografisë së vjetër të gjetur në kasole, por edhe vet Anës. Oliveira, ti e Ana Brennan Oliveira, tha ai qetë, sikur e kishte pritur atë moment gjatë. Ana nuk mund të fliste. Vetëm dëgjoi emrin e tij kur ai u prezantua, jam David Harrison. Nga një prej tendave doli një vajzë e re, e bukur dhe e thjeshtë, me syt plot mirësi. Unë jam Sofia, tha ajo. Sofia shpjegoi se 4 ditë më parë ata kishin gjetur Pedron të plagosur, por të gjallë, në një pjesë të egër të pyllit, shumë larg nga shtegu ku ishin bërë kërkimet. E sollëm këtu, tha ajo me një buzëqeshje të ndrojtur. Ishte i frikësuar, i uritur, por i fortë. E kujdesëm, e ushqyem, uri më këmbë plotësisht. Ana nuk mund të mbante më veten. Kur Pedro doli nga tenda, me fytyrën e qeshur, pak të gërvishtur, me flokët e çrregull dhe me sytë e mbushur me dritë, Ana u hodh drejt tij dhe e shtrëngoi fort në gjoks. Lotët i rodhën pa kontroll. Carlos po ashtu e përqafoi, duke dridhur mjekrën nga emocionet e përmbajtura të ditëve të fundit.
falë Zotit, përsëriste Ana. David u afrua dhe foli me qetësi, familja Harrison ka jetuar pjesërisht në pyll prej shumë brezash. Ne mbrojmë jetën e egër, ndjekim tradita të vjetra dhe ruajmë ekuilibrin e pyjeve. Qend, ata janë më shumë se kafshë për ne. Janë rojtar të shenjtë, mbrojtës të qetësisë dhe shëndetit të këtij vendi. Pa ta, pylli nuk do të ishte i gjallë. Pastori gjerman që i kishte udhëhequr deri atje u ul pranë Pedros, krenar, me bishtë që lëvizte lehtë. Ky qen, tha Sofia, duke i përkëdhelur kokën, e gjeti Pedron i pari. Ai e çoi tek ne. Dhe çdo mbrëmje u kthye pranë shtëpisë tuaj, duke u përpjekur t'ju sillte këtu. Ana u përlot përsëri. Nuk e dim si t'ju falenderojmë, tha ajo. David buzëqeshi me dhëmbshuri. Ne kemi një kërkesë të vetme, mos tregoni askujt për ekzistencën tonë. Nuk jemi armiq të askujt, por bota e jashtme nuk është gati për mënyrën tonë të jetuarit. Sofia i dha Anës një guri të vogël të lëmuar, ngjyrë gri me një simbol të gdhendur. Lëreni këtë te kasollja e vjetër, është një shenjë respekti dhe njohjeje. Me këtë gur, ju jeni miq të pyllit. Në rrugën e kthimit, pastori gjerman eci përkrah tyre, sikur po sigurohej që të arrinin shëndosh e mirë në shtëpi. Ana e mbante Pedron fort, ndërsa Carlos ndriçonte rrugën me zemrën që për herë të parë pas ditësh rrite me shpresë të qetë. Aty, në hijen e pemëve të lashta të castata vermela, ata e kuptuan, pylli ruante shumë më tepër se sekrete të vjetra. Ai ruante njerëz histori dhe rojtar besnik që ende i mbronin. Pastori gjerman i shoqëroi deri në buzë të pronës, duke ecur pranë tyre me hapa të qetë dhe të matur, sikur po bënte sigurimin e fundit para ndarjes. Kur arritën te gardi i tyre i drund, ai u ndal për një moment, i vështroi të tre me sytë e tij të thellë e të mençur dhe, pa asnjë zhurmë, u tret në errësirën mes pemëve. U zhduk me po atë elegancë misterioze me të cilën kishte ardhur në jetën e tyre. Pedro, tashmë i shëruar plotësisht dhe i sigurt në krahët e familjes së tij, qëndroi për disa çaste i heshtur dhe shikoi drejt pyllit. Në sytë e tij kishte diçka të ndryshme, një lloj qetësie të re, një respekt instinktiv ndaj çdo gjëje që fshihej në thellësinë e pemëve. Ai e kuptonte tashmë se pylli nuk ishte vetëm një vend. Ishte një botë e gjallë, një shtëpi e padukshme për qenie që ndiqnin ligje të tjera, më të vjetra se vetë kujtesa njerëzore. Javë më vonë, ndërsa dita po perëndonte ngadalë dhe një dritë e butë portokalli mbështillte shtëpinë, Ana doli në verandë për të marrë pak ajër të pastër. Pedro po luante aty pranë, duke hedhur një gurç të vogël dhe duke e ndjekur me të qeshura. Ai dukej më i lirë, më i gëzuar, si fëmijë që kishte humbur një frikë të madhe dhe e kishte zëvendësuar me guxim. Ana buzëqeshi, por buzëqeshja i u ngrin në buzë kur dalloi diçka në skajin e oborrit. Midis dy kedrave të mëdhenj, pothuajse i padukshëm në dritën që venitej, qëndronte një pastor gjerman i ri, i gjatë, i bukur, me trup të fortë dhe sytë e mbushur me atë të njëjtën mençuri që ajo e kishte parë tek udhërrëfyesi i tyre. Por ky nuk ishte i njëjti qen. Ishte më i ri, me një furçë të lehtë ngjyrë mjaltë nën qafë dhe me një qëndrim më pak të ashpër, pothuajse kurioz. Ai i shikonte me vëmendje, jo me urgjencë, por me një lloj vlerësimi të qetë, si dikush që po mate nëse një shtëpi është e denjë për një miqësi të re. Pastaj bëri një hap përpara. Vetëm një hap. Mjaftueshëm sa t'i tregonte Anës se nuk kishte ardhur rastësisht. Ana e kuptoi menjëherë. Nuk ishte udhëheqësi i tyre i mëparshëm, ishte një rojtar i ri. Një dëshmi se pylli kishte pranuar familjen e tyre. Ajo ndjeu një dridhje ngrohtë brenda gjoksit. Deri atë ditë, ajo kishte menduar se familja ishte diçka që njeriu e ndërton vetëm me gjak, me lidhje të dukshme. Por aty, duke parë atë qen të ri që qëndronte si rojtar i heshtur, ajo pa qartë se familja mund të kishte shumë forma, ndonjëherë edhe ato që vijnë nga thellësitë e një pylli të lashtë. Pedro ndaloi së luajturi dhe pa nga qeni. Nuk u frikësua. Vetëm ngriti dorën e tij të vogël dhe e përshëndeti. Qeni uli kokën lehtë, si përgjigje. Ishte një gjest i vogël, por Ana ndjeu se kishte shumë kuptim. Ishte një miratim. Një lidhje e re që po krijohej. Ajo mori frymë thellë, me një qetësi që nuk e kishte përjetuar prej shumë kohësh. Tani e kuptonte diçka që më parë nuk e kishte guxuar ta pranonte. Ndonjëherë, për të gjetur vërtet, duhet më parë të humbesh. Duhet të kalosh nëpër frikë, nëpër errësirë, nëpër dyshime, që të arrish një vend ku zemra e kupton se i përket. Dhe pylli, ai pylli i madh, i rrezikshëm, i bukur, i kishte çuar pikërisht aty ku duhej të ishin.
Përqafimet, lotët, të vërtetat e fshehura, traditat e vjetra të Harrisonëve, qenë që ruanin sekretet e një bote tjetër, të gjitha i kishin ndryshuar përgjithmonë. E kishin bërë familjen e tyre më të fortë, më të bashkuar, më të vetëdijshme se bota është shumë më e madhe se ajo që shohim. Dhe në atë moment, ndërsa pastori gjerman i ri u kthye ngadalë drejt pyllit, Ana e kuptoi se ai vend nuk ishte më thjesht një pjesë e tokës përreth tyre. Ishte një shtëpi që i pranonte tashmë si të vetët. Kjo histori i preku miliona zemra. Nëse preku edhe tuajën, na tregoni me një pëlqim, shkruani po në komente dhe abonohuni për më shumë rrëfime të mrekullueshme si kjo.